Dy viktima është bilanci një debati me kamarierin për një kafe në një lokal në Manës. Ngjarja e rënda u shënua pra një karburanti rreth orës 01:45, ku 33 vjeçari Flori Paluçi ka vrarë me armë zjarri 23 vjeçarin Arjanit Kurti. Më pas ndaj 33 vjeçarit ka qelluar 21 vjeçari Daniel Pepa, duke e lënë të vdekur në vend. 21 vjeçari është shpallur në kërkim ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje. Në polici janë shoqëruar 7 persona, të cilët mund të kenë ndjenjë për ngjarjen. Daniel Pepa së bashku me Arjanit Kurtin ishin shkuar në lokal dhe Danieli ka kërkuar kamarierit të lokalit që t'i bënte një kafe. Kamarieri nga ana e tij është përgjigjur që ekspresi është i fikur dhe nuk mund ta bënte kafen e kërkuar. Por Danieli ka insistuar dhe i ka kërkuar që të ndiste ekspresin duke përdorur edhe fjalë fyese në drejtim të kamarierit. Aty ka ndërhyr Flori Paluçi, i cili ka thënë se nuk mund të fyejë kamarierin pasi është ulur në tavolinë me të. Pas këtij momenti ka nisur debatet verbale mes tyre dhe kanë degeneruar deri në përdorimin e armëve të zjarrit. Sipas dinamikës paraprake, i pari që ka qelluar është Flori Paluçi, i cili ka vrarë Arjanit Kurti dhe më pas Daniel Pepa, për të hakmarrë ka qelluar dhe ka vrarë Paluçin. Punonjësi i karburantit thotë se kur shkoi në punë në mëngjes pa karburantin e rrethuar si sken krimi, ndërsa djemtë i përshkruan si të sjellshëm. Unë erdha në mëngjes, gjeta karburantin e rrethuar si sken krimi, më thanë ka ndodhur një ngjarje. Njëri nga Manza, por nuk ri këtu, ishin çuna të sjellshëm, u shpreh ai. Ndërsa një banor thotë se janë të trënditur nga ngjarja e rëndë. Ai shpreh se Arjanit Kurtin, që mbeti viktime, ka pasur kushëri. Jo, nuk dim gjë, na ka tronditur rënd, për ndodhi, nuk di pse ka ndodhur. I njëja e kam pasur kushëri Arjanit Kurtin, u shpreh ai.